Bashkimi Evropian kërkon nga Ballkani Perëndimor të rrisë masat e sigurisë dhe bashkëpunimi kundër terrorizmit të mos pengohet nga asnjë mosmarrëveshje për çështje të tjera mes shteteve ballkanike. Në kryeqytetin austriak u thirrën ministrat e brendshëm dhe të jashtëm të vendeve të rajonit ton në takimin organizuar nga 2 dikasteret respektive të këtij shteti, me Komisionin Evropian të përfaqësuar nga Komisioneri për Migracionin dhe Çështjet e Brendshme Dimitris Avramopoulos, si dhe ministrat e jashtëm dhe të brendshëm të Italisë dhe Slovenisë. Në përfundim të takimit ku trajtua kërcënimi nga terrorizmi, trajtimi i fenomenit të luftëtarëve të huaj, por edhe çdo akt kriminal me të cilat përballen sot vendet e lira, 2 ishin ministrat e përzgjedhur nga Ballkani në konferencën e përbashkët për shtyp. Ministri i brendshëm shqiptar Samir Tahiri dhe ai i jashtëm serb Ivica Dačić, së bashku me komisionerin Avramopoulos. Sot bëhet mjaft e qartë që asnjë prej vendeve nuk mund të shmanget dot rrezikut të terrorizmit. Angazhimi i Shqipërisë ka qenë maksimal, i shpallur në luftë kundër terrorizmit dhe gatishmëria ka qenë e plotë për të bashkëpunuar për të arritur rezultate të qëndrueshme në luftën kundër terrorizmit. Por ministrin e jashtëm shqiptar gjithashtu, Shqipëria ka qenë pararoj në drejtim të forcimit të ligjit për luftëtarët e huaj, por vuri theksin tek afërsia gjeografike dhe roli që ka Ballkani, duke shërbyer si një digë në përballimin e kësaj sfide e cila ka përfshirë mesdheun jugor dhe lindor. Masat kundër terrorizmit dhe masat që janë ndërmarrë për të luftuar këtë fenomen të shoqërohen gjithashtu edhe me incentiva që sigurojnë jo thjesht krijimin e një hapësire unike sigurie në rajonin tonë, por një perspektivë të qartë evropiane, duke aplikuar të njëjtat masa që aplikon sot Bashkimi Evropian.